Përshëndetje, tema e parë për sot është zbërthimi radioaktiv dhe tema e dytë perioda gjysmë zbërthime. Rezultatet të nxënit. Do të shpjegojmë demonstrimin eksperimental të zbërthimit bërthamor, do të përkujdesojmë periodën gjysmë zbërthimit dhe do të përkujdesojmë ligjin e zbërthimit radioaktiv dhe aktivitetin radioaktiv. Fjalët kyçe: radioaktivitet, periudhë gjysmë zbërthimi, aktivitet radioaktiv. Zbërthimi radioaktiv është një proces rrethësor, pikërisht si hedhja e monedhave. Kur hedhim një monedhë, nuk e dim me siguri nëse do të bjerë nga ana që tregon numër apo nga ana tjetër. Po kështu edhe nëse do të hedhim një monedha, nuk mund të parashikojmë se cila do të bjerë nga ana e numrave apo edhe nga ana tjetër. E njëjta gjë edhe për bërthamat radioaktive. Është e pamundur të themi se cilat do të zbërthehen në një çast të caktuar. Por edhe nëse do të hidhim një monedhat, do të habiteshim nëse numri i tyre që do të bini nga ana e numrit nuk do të ishte 500. Pra, nëse do të ishte 600, atëherë do të dyshonim për parregullsi. Atëherë, nëse do të hidhim të 1000 monedha, ato që ra nga ana e numrit, do të shënonim ato që të mbetura dhe do të hidhim përsëri, për shembull, 519-at që nuk ran numër, do të hidhim përsëri, do arrijmë në 264. E kështu me radhë deri te prova e 6, të cilën vetëm 19 prej tyre nuk ran numër. Atëherë, po të hidhim të dhënën grafik, do të ishte një funksion eksponencial. Ligji i zbërthimit radioaktiv shprehet me formulën N(T) është barabartë me N0 e në fuqi minus T për mbi tau, ku N0 është numri i bërthamave të një lëndë radioaktive në çastin e kohës 0, në T numri i bërthamave të pazbërthyer në një çast kohe T, dhe tau është konstante që varet nga lloji i bërthamës dhe quhet pikërisht koha mesatare e jetës së bërthamës. Nëse do të provonit në interes ligjin e zbërthimit radioaktiv, sipas të dhënave që u kam dhënë, atëherë do të ishte në formën e një eksponenciale.